Vin nga hiçi dhe dalin më të votuarit. Po, e di çfarë ka një gjë të bukur? Ti ke qenë në debat me mua, kur unë ka qenë një hiç. Që nuk kanë asnjë background. Ti ke qenë me mua në debat përpara se unë isha në listat e Partisë Socialiste. Ti ke qenë, po ti s'ja dole dot se nuk ta ngarkoj njëri fare këtë histori. Edhe ke natë tani. Para se të bëj ky person viktimën, se tani po dalin gjithë dhunusit, arroganca ka marrë maskat dhe dën. Ju ishte sot para. Kam qenë me vajzën time. Keni qenë me fëmijën tuaj. Po. Dhe para se të diskutohet pse e merr vajzën apo fëmijën, se para se kjo vëllai lësh. Nuk kanë gjithë mundësi, nuk janë gjithë hajdut që kanë dhe kujdestare për të që ta paguajnë dhe mbaj fëmijën. Shkohet aty edhe për sigurinë e fëmijës. Martin Cani u vratë deri shkollës. Po i ka thënë Flamur Noga të thotë do të thotë ai dhe ato. Unë sot e edukoj fëmijën tim. Do e çoj nesër në shkollë, unë nuk jam i sigurt për fëmijën sepse një person i papërgjegjës, policia e shtetit e lejon të bredhë me armë të fota nëpër duar për xhelozi, për arsye të ndryshme, për probleme psikologjike që mund të ketë fëmia, shkon e dhunon fëmijën tim. Ku është siguria ime këtu? Për çfarë jetojmë në Shqipëri kur s'kam siguri sot? Sot dhuna është nisur nga policia dhe një gjë është shumë e rëndësishme që duhet thënë, policia e Tiranës nuk ka pranuar të dhunojë sot, sepse aty janë dhe familjarët e atyre policëve. Ka dhunuar shefi policisë. Erlis Sinën e ka dhunuar shefi policisë. Sapo kemi shkuar, më ka thënë. Dhe nuk kanë qenë funksionar PD-s, kanë qenë aktivistë PD-s, po. Që kanë qenë aty prej ditës parë, sepse kanë 13 vjet që janë aty. Dhe kanë ngrënë gaz kimik pafund, kanë bërë burg, kanë derdhur gjak, vetëm që shpresa të mos shuhet. Dhe nëse sot protestuesit janë aty është sepse për 13 vite kanë mbajtur gjallë PD-ja shpresën edhe frymën e protestën të vënë. Një nga bashkëorganizatorët kanë marrë sot ne kemi edhe ndaj Partisë Demokratike këtë protestë. Pra kemi edhe ndaj zyrtarëve duke ardhur edhe. Nuk ka asnjë problem. Unë e dëgjova zotrin, unë e njoh zotrin pak dhe kam parë që ka qenë socialist. Është i zgënjur sot, por dikur ka qenë aktivist dhe mbështetës i Partisë Socialiste. Iliri. Iliri dhe disa të tjerë, patjetër. Tani se do s'djen me njëri tjetrin. Po të hapni Facebookun e Ilirit, unë s'kam asnjë debat me të, kupton? Ne jemi të gjithë fund ditës gjithë jemi socialistë. A ma lidhur jo, socialistë nësë jemi. Ka të majtë, ka të djathtë. Okej? Por në protestë është edhe një herë, është çdo njeri që pa kënaqur me Tiranën. Dhe mos e votoni zotin Berisha, e kam thënë. Çdo kujt që ka kontestime. Nëse nuk doni, pa, hajtë garantojmë një zgjedhje lirë të ndeshme. Nuk ka vojtë kur PD-ja për ekip. Jo po është ekip i ri, jo po është shumë i mirë, apo është me shumë të rinj apo ka edhe të vjetër. Duhet eksperjenca me energjinë rinore. Por nuk ka vojtë PD-ja kur për ekip. Ka vojtur Shqipëria për zgjedhje lirë të ndeshme. Hajde të bëjmë garë të ndeshme, sepse këtu thash, edhe po të lojmë taktikën e futbollit, lozi Partizani me Realin Madridit, hiqi 13 kuqe Realit, futi 7 penallti për Partizani, Partizani do fitoj. Po gara që pa ndershme. Në momentin që s'ka garë të ndershme, nuk mund të thuash se ka fajin PD-ja apo nuk ngjall frymë zoti Berisha apo çdo kush tjetër. Zoti Berisha sot ka bërë 5 orë bashkë me gjithë deputetët e Partisë Demokratike, ka mbajtur parlamentin për çfarë? Për kërkesat e qytetarëve dhe për reforma territoriale. Që Rama do ta kthej atje ku intereson për interesa politike dhe elektorale. Tashi, pa dhënë një shpjegim se çfarë na solli kjo reforma territoriale 2015-s. Okej, mos hym në tema të tjera se po do t'i thonë ato që kam mësuar, ai do t'i thotë. Jo, në plan, më fal. Që ka lidhje edhe me Partinë Demokratike për të shujtur edhe një lloj kurreshti. Në fjalë, kush është projekti juaj? Sepse unë besoj që ndryshimi, nëse do ndodhi ndonjëherë për numrat që janë shesh, nuk besoj se ndodh pa Partinë Demokratike. Me Salion, pas Salion, pastaj zgjedhje personale e doktorit. Jo, pas Salion se bëjnë. Pa e di që se bën ata të sheshit. As këta nuk e bën pa. Ata të sheshit nuk e bën me Salion, as këta nuk e bën pa Salion. E protestuesët janë demokratë. Shumë i ndershëm. Mirë, okay, nuk ka problem. Edhe sot kanë parë prapë socialistë. Socialisti bie, domethënë, jo me bashkëorganizatorë. Jo, me sinqeritet e them. Edhe sot kanë parë një djalë që është socialist, është i majt. Është kundër Tiranës. Është çdo ditë në protestë dhe kanë ndetur sot nga mëngjesi deri në orën 5. Janë shumë të majt, nuk ka problem as po ka pasur pak kënaqur të gjithë. Patjetër, okay, s'ka problem. Kush është projekti? Jo, talente identifikimit. Jam shumë kurioze. Por do identifikojnë kur vi zgjedhjet. Do vi zgjedhjet shumë shpejt, do identifikohen pak ndajësia. Më fal, vetëm ta pyes. Si është projekti për ty, për D-ja që ti bashkohet, më thojza
protestës, çfarë projekti ka Partia Demokratike? Ti bashkoj tyre njerëzve, ose çfarë projekti ka që këta njerëz ta jenë të pranueshëm? Të qartë që kjo është protestë qytetarëve. Të pranueshme për këta njerëz. Është protestë qytetarëve. Partia Demokratike e mbështet këtë protestë. Pra do jeni koalicion, do jeni, më fal. I kanë lënë hapësirë protestës, sepse ne kemi qenë protesta, kemi bërë 400 protesta në 3 vite të fundit. Janë do pra praktikisht. Jo, i kemi lënë hapësirë po them. Ne kemi pasur për të bërë protestën e radhës në datën 8 qershor dhe e kemi lënë për t'i dhënë hapësirë qytetarëve të shprehen. Pas 8 qershor nuk ju bashkuat. Ditë e parë e patët me pikëpyetje protestës. Shiko, demokratët kanë qenë prej ditës parë. Unë kam qenë ditën e premte. Nuk më kanë lënë të flas, kam shkuar me familjen, të 4 personat, pa flamur PD-je, kam kërkuar të flas siç kam folur 13 vjet kundër Tiranës. Qoftë në protestë studente, qoftë për teatrin, qoftë për çmimin e naftës, për karburantët, jo se ti je i PD-s. Tani aty ka njerëz që kanë ambicet e tyre ose duan të bëjnë opozitës, por kjo nuk është produktive. Gjergj Kastrioti i mblodhi gjithë princat për të larguar Osmanët. Kjo është edhe mesazhi im për protestuesit. Nëse doni të keni ardhur aty për Tiranën, aleancë me çdo faktor opozitar. Dhe nuk bëhet kjo pa mbështetje PD-s, sepse është forca më e madhe. Ekzistojnë numra. Numrat janë patjetër. Jo, pra nuk ekziston PD-s, jo, të këtyre ata protestuesit do thoshin të lutem. Po pra këtë po them. Protesta e javës fundit qershorit ka pasur 200.000 veta në shesh minimumi. Patjetër. Dhe në çdo ata mund të thonë shumë mirë, mblidhin një princat brenda partisë, pastaj princat të njëjtën gjë po them. Ato janë. Them diçka lidhur me këtë. Java e fundit e qershorit, 200.000 veta shesh nga matët ju, më fal. Të lutem se unë e kam bërë një lloj reagimi pa qenë me ju në studio, si matet për shembull që këta janë gjithë socialistë. Me numrat e ke pasur nga Rogneri deri te Bashkia plot, nuk çaj, nuk kaloi dot. Nuk me pjesën, nuk e paragjykoj ke pasur në gjithë Tiranën. Atëherë nëse janë gjithë socialistë, si e siguroni me makina, ke pasur përparqe njerëz që prisnin vetëm dorëzën e Tiranës. Po flas me në çdo marshim që bëhet. Si mund të sigurohet çdo marshim që bëhet? Si mund sigurohet rotacioni politik nëse këta nuk janë gjithë socialistë? Pra nëse janë 40.000 agron, 30.000 Arlind, 20.000 Adriatik, 50.000 ku digjon një parti tjetër, dhe janë 100.000 PD. Po rotacion politik, nuk po të kuptoj. Do rotacion, do rotacion politik. Po thoni do rishë të rama, për çfarë? Të lutem vetëm gjë. Po për vete po të pyet. Do rotacion. Në momentin që ti ke rotacionin do në ca mënyra caktuara. Pse duhet të vini sot nga 200.000 metra në shesh? Mirë, okay, jo, po unë e dua sot. Ti ke 200.000 metra në bulevard. Po. Dhe gjithë Tirana pret gjithë sy e vesh, do japi drejtë Tirana apo jo sot? Po. Kjo është një masë jashtëzakonisht e madhe që nuk do të thasë vend botës. Po, okay. Ti mund të kesh 1 milion francez në rrugët e Parisit, po ke 67 milion francez. Patjetër. Në moment që ke ngel këtu 1.8 milion banor dhe ke 200 milion shesh, do të thotë që ke mbi 10% popullsisë shesh. Okej. Patjetër. Kështu që 10% do të thotë që këtu ka marr fund. Qartë, këtu minimumi 90% janë kundër Tiranës. Okej. Po pse nuk shohim masë? A janë pro opozitës apo pra pro? Po sepse ne skemi një person bashkë me protestuesit e kanë fjalën. Pra PD-ja bashkë me person pa përgjegjshëm, që është që nuk i dhim Edi Rama. Okay. Që nuk i dhimbset as pak interesi shqiptarëve. Ka një agjend të pastër pastrimi etnik. Okay. Ka një agjend për të çfarosur shqiptarët që i lë spitalet pa ilaçe. Pa aparate diagnostikuese. Ka një agjend trajtues. Agjenda patjetër. Edhe fakti që po vazhdojnë sot, po jo që drejtësinë, po jo që shkollën, po jo që shëndetësinë, ti po e largon atë person. Tani po jesh në bashkit për ta kthyer gjithë përqendrimin e Shqipërisë Tiranë. Po e bojkotuat ju prapë si në 2014, do e bëj si doj edhe territoriale në Zotëra. Jo, nuk e kemi bojkotuar. Nuk e kemi bojkotuar, sot e kanë kaluar. Nuk e keni bojkotuar. Në 2014 s'e keni bojkotuar? Jo, sot po them. Po edhe tani mos keni dalë akoma një projekt për mbanë. Sepse kemi pritur të vinë përfaqësuesit e BE-s, këshilleve rajonale dhe lokale. Dhe sigurisht edhe po i dha prapë reformën zgjedhore që me zonjën Çepani e kemi diskutuar. Zoti Berisha, Zoti Boçi e kanë thënë. Edhe më përpara, edhe sot është thënë prapë që PD-ja është për 90. Të lutem, jo. Shiko. PD-ja ka qenë bashkë në sinkron me kërkesat e qytetarëve. Patjetër, qytetarët duan atë që ka përmendur zonja Çepani këtu e 4 vite përpara për kundër projektit e Tiranës dhe pro reformën zgjedhore. Është thënë edhe sot dhe më përpara që jemi për 90 deri 110 bashki dhe për të thyrë sërish komunat që kur e kanë thënë, po ju s'keni akoma, po s'keni shpallur akoma projektin, s'keni raport. Projekti nuk është shpallur sepse janë pritur të vinë përfaqësues të Bashkimit Evropian. Po për çfarë ju sepse kjo ka qenë një kërkesë për avancimin e Shqipërisë drejt BE-s, ka qenë
Reforma territoriale kërkesë e... Okej, se kjo është një çështje sigurisht akoma dhe më e gjerë.